Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndesim kudo që jeni dhe ju ftojmë në këto qaste që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e shtunë, java e 32 gjatë vitit liturgjik ciklit C. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijues i të gjithave, drejtues në botë, që ditën e vesh me dritë të hishme e me hir të gjumit natën. Preja gjymtyrëve të këputura, tu kthej zellin e punës, të lehtësoj mendjet e lodhura, të heq gjëmat nga shëruese. Fjalë ditës që kaloi, e urat në natë të re, ndihmo fajtorët me anë të premtimit, me këngë shpalosim himnin. Thellësisht të këndoft zemra, për ty zëri të kumboj, të dash dëshira e pastër, të adhuroft mendja e përkor. Kur errësira e madhe me ne të mbuloj ditën, feja të mos njoh terrin, nga feja shkëlqeft nata. Në ruaj atë plot drejtësi, dhe o bir baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllues, që një të jetës je sundues. Amen. Antifona e parë. Por si tymi i kemit, unë ngrit lutja ime drejt teje, o Zot. Psalmi 141, lutja në rrezik. Nga dora e engjëllit, tymi i rëndshëm i kemit, unë ngrit para hyjit bashk me uratat e shenjtërve, thot libri Zbulesës 8:4. O Zot, klitha drejt teje, eja më të shpejt tek unë. Dëgjoje zërin tim kur thëras drejt teje. Unë ngrit lutja ime si tymi i kemit në pranin tënde, lartësimi i duarve të mia, por si flia e mbrëmjes. Vërja rojen o Zot gojës time, dhe rojtarët në derë të buzëve të mia. Mos lejo të priret zemra ime në punë të këqija, për të së ndërtuar punë të liga me njerëz të paudhë, që të mos i shijoj kënaqësitë e tyre. Le të më rrai i drejti, kjo është mëshirë. Le të më qortoj, por vaj im katarit, mos e left kokën time. Por paqa uratën përballë mbrapshtisë së tyre. Kur nga gremina ti plandosin gjyqtarët e tyre, do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalët e mia. Por si ashklat e latuesit e të prerësit në përtok, shpërndahen eshtrat e tyre grykës së nën tokës. Te ti, o Zot, hyjim, janë sytë e mi, ty të rash ndore, mos lejo të birret shpirti im, më ruaj prej grackës që më kanë ngrehur, prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Por si tymi i kemit, unë ngrit lutja ime drejt teje, o Zot. Antifona e dytë. Ti, o Zot, je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve. Psalmi 142. Ti je strehimi im. Krishti në mundim thërret atin, Aba, at, largoje prej meje këtë gotë. E gjejmë tek Marku Ungjilltar kapitulli 14:36. Dhe kërkoni ringjalljen mbi të cilën kisha shenjtërve e rënjos fenë e saj, krahaso Kasiodoro.
Megjithëse e thëra Zotin në kushtrim, me sa zë kam Zotin e përbej, para ti shkrehem në vajtimin tim, para ti e qes shtërngimin tim. Megjithse shpirti im po meket në mua, ti e nje udhën time. Udhës nga më tuaj të kaloja, ma ngrehen grackën. Shikoja djathtas e shihja, s'ishte askush që të më njihte, askund shteg shpëtimi, dhe s'është askush që të kujdeset për jetën time. Atëherë të thira në ndim, o Zot, e thash, ti e strehimi im, ti e pjesa ime në tokën e të gjallëve. Vështroji britmat e mia, sepse jam përvujtruar për së tepërmi, më liro prej salvuesve të mi, sepse janë më të fortë se unë. Nxirre shpirtin tim prej rrëthimit, që ta lavdëroj emrin tënd. Rreth meje do të bashkohen të drejtat, nëse mirësisht do të kujdesesh për mua. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ti o Zot je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve. Antifona e tretë. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Kënga nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2, rreshtat 6 deri 11. Krishti shërptor i hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hyj, Barazin e vetë me të, nuk e çmoj si një visar që s'mundet pa të. por i amohoi vetvetes, E mori natyren e shërbëtorit dhe u bëj ngjashëm me njerëz, dhe për kahpamja jashtme, duke i vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Leximi i shkurtër i marrë nga letra Romakëve, kapitulli 11, rreshtat 33 deri në 36. O thellësi e pasurisë, e urtisë dhe e dijes së hyjit, sa të pavëzhgueshme janë gjyqjet e tija, sa të pashqyrtueshme janë udhët e tija. E një mend, kush e njohu mendimin e Zotit? Kush ju bë atij këshilltar? Kush i dha atij më parë që ti e detyrë t'i kthehet? Sepse gjithçka është prej ti, në për të dhe për të. Qof lavdëruar për gjithmonë e jetës. Amen. Përgjigjja e shkurtër. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Ti i bëre me mirësi dhe urti. Veprat e tua, o Zot. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Për ju që e keni frikën e emrit tim, do të lind dielli i drejtësisë, thot Zoti. Kënga e Virgjërës së Lumë, marrë nga Luka ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin.
Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e hare i brohorit hyit, shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vetë të përvuajt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet. Duke sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Për ju që e keni frikën e emrit tim, do të lind dielli i drejtësisë, thot Zoti. Lutjet e besimtarve. Ta lavdërojmë një të vetmin Zot, Atin, Birin e Shpirtin Shenjtë dhe t'i lutemi me gjithë zemër. Rri o Zot me popullin tënd. O Zot i Shenjtë, At i gjithëpushtetshëm, bëj që në tokën tonë të mbi drejtësia. Dhe populli yt të gëzoj plotësinë e vllazërimit e të paqes. Rri o Zot me popullin tënd. Bëj që të gjithë popujt të hyjnë në mbretërinë tënde. Kështu që të shëlbohen të gjithë njerëzit dhe kombet. Rri o Zot me popullin tënd. Bëj që bashkëshortët që qëndrojnë në paqen tënde dhe të kryejnë vullnetin tënd. Dhe për herë të jetojnë në dashurinë ndaj njëri tjetrit. Rri o Zot me popullin tënd. O Zot, shpërblej të gjithë besimtarët tanë. Dhe jepu atyre jetën e pasosur. Rri o Zot me popullin tënd. Shikoji me mirësi të gjithë ata që humbin jetën në luftë apo janë viktima të urrejtjes njerëzore. Pranoj në paqen qiellore. Rri o Zot me popullin tënd. Ati ynë që je në qiell u shejtroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, bëj po të lutemi o Zot hyi ynë, t'i gëzohemi gjithmonë për shpirtërisë, pasi lumturia e përhershme dhe e përsosur është të shërbejmë ty, krijuesin e të gjitha të mirave, në për Zotin ton Jezu Krishtin, Birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falënderojmë hyin.